Pasi thamë kemi 3. Është mbyllur me sukses në sheshin Nën Tereza edicioni 11 i kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3, aktivitet që për të 500 vit radhazi u zhvillua në Shkodër në organizimin e shoqatës 3x3 Albania, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Basketbollit dhe Bashkinë Shkodër. Për 4 ditë me radhë, mbi 30 ekipe dhuruan spektakël dhe rivalitet, ndërsa tribunat u mbushën çdo mbrëmje nga tifozët dhe dashamirës të basketbollit. Aktiviteti përfshiu kategorinë e femrave, U18, veteranëve dhe të rriturve, duke kthyer qytetin në qendrën e basketbollit 3x3 në Shqipëri. Në finalen e kategorisë të rriturve, skuadra Landriano u shpall kampione pas një paraqitje të shkëlqyer, duke mposhtur Swish Gods në ndeshjen finale dhe duke ngritur trofeun e edicionit 2026. Dy organizatorët, Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani, të cilët si drejtues të shoqatës kombëtare të basketit 3x3, bëjnë të mundur organizimin e përvitshëm të këtij kampionati në qytetin e Shkodrës, thanë se janë shumë të kënaqur me pjesëmarrjen dhe interesin që ky aktivitet kishte edhe këtë vit. Edhe për ne është shumë kënaqësi që ky aktivitet i arriti qëllimit dhe pati edhe një mbështetje nga publiku shkodran deri në orët e vona të natës. Dhe shpresojmë të kthehemi edhe me aktivitete edhe më të bukura vitin tjetër. Edhe shpresojmë që Shkodrës të shtohen kësaj lloji aktivitetesh. Ky është viti 5 që ne bim Shkodër një aktivitet tillë, është viti 11 i organizimit që organizohet në tonë Shqipërinë, në qytete si Tirana, Durrësi e tjerë, por në Shkodër është viti 5. Por gjithmonë kënaqësi që me pas publikun shkodran pjesë një aktiviteti tillë. Ndërkohë edhe një nga basketbollistët që u shpall kampion, pikërisht Ajet Sahani, u shfaq shumë i lumtur pasi tha se ishte një garë fort. Shumë e vështirë gjatë gjithë kampionatit, se unë me thënë drejtën nuk i njeh ato çuna që kam luajt, i kam njoftu edhe hera e parë që i shoh edhe luaj me to, kështu që domosdoshmërisht është më e vështirë. Edhe ekipet e tjera ishin të përgatitur me të forta. Edicioni i sivjetshëm i kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3 u ndoq me interes të madh edhe nga teleshikuesit, pasi 2 ditët finale u transmetuan drejt për drejt në Star Plus Televizion, në komentin e gazetarit sportiv Gaspar Marku, duke sjellë atmosferën dhe emocionet tek këtij eventi në ekran për të gjithë dashamirësit e basketbollit. Shpresohet tek përvoja e dyshës Bekteshi Ndoja.